Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë. Nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuk ka besuar askush nga ju. Nuk ka besuar plotësisht askush nga ju. Nëse nuk dëshiron për vllain e tij atë që dëshiron për vete. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet e përfituara nga ky hadith i profetit ton Muhammed. Imani është pohim i shoqëruar me bindje dhe në nështrim. Imani zë vend në zemrën, në gjuhën dhe në gjymtyrët e individit. Të kesh frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, ta duash atë, të shpresosh tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ti mbështetesh atij, të gjithë këto ndjesi të zemrës janë pjesë të imanit. Gjithashtu, ta deklarosh shahadetin me gojë, ta lexosh Kur'anin dhe t'u mësosh të mirën të tjerëve, që të gjitha këto artikulime të gjuhës janë pjesë e imanit. Gjithashtu themi se edhe të falësh namaz, edhe të ndihmosh nevojtarin, por edhe të heqësh një pengesë nga rruga, janë veprime nga pjesët e imanit. Imani nuk është vetëm çështje zemrët. Bindja e zemrës është 1/3 e imanit dhe kushti themelor i imanit, por jo krejt imani. Në këtë hadith, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam tregon se imani i plot është i kushtëzuar me pastërtinë e zemrës dhe dashamirësinë për vëllezërit musliman, për kumshit, për kolegët dhe për mbar rrethin shoqëror. Duaj për ata çfarë dëshiron për vete. Sillu me ata siç dëshiron të sillen ata me ty. Urre për të tjerët atë që e urren për vete. Lutu për ata siç lutesh për vete, që Allahu t'i udhëzoj, që Allahu t'i forcojë në besim, që Allahu t'i mëshirojë dhe t'i fal. Bëhu i sinqert në këshillën që u jep, siç ke dëshirë të tregohen të tillë ndaj teje. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam njëherë jash drejtuar Ebu Dharrit, shokut të tij, sahabiut të njohur, duke thënë: O Ebu Dharr, vërtet unë të shoh të dobët për t'u veshur me pushtet. Vërtet unë dua për ty atë që dëshiroj për veten time. Prandaj asesi mos u vesh me pushtet qoftë edhe ndaj dy vetave, dhe asesi mos e merr përsipër përgjegjësinë e pasurisë së jetimit. Morali i muslimanit ndërtohet mi iman, buron nga imani. Prandaj ne themi, morali pa iman është si trungu pa rrej, dhe imani pa moral është si pema pa fryte. Muhimi i imanit përmendet shpesh në hadithet profetike, siç është përmendur edhe në hadithin ton, ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka besuar askush prej jush, e ka mohuar imanin. Por çdo të thotë ky mohim, dhe si ta kuptojmë ne këtë mohim në këto tekste profetike? Kur një personit i mohohet imani, në saje të lënjes së një veprimit, ose thënë ndryshe, kur imani kushtëzohet nga një veprim i caktuar, ne nënkuptojmë obligueshmërinë e atij veprimi. Ndërsa, kur një personi i mohohet imani në saje të realizimit të një veprimit, ose thënë ndryshe, kur imani kushtëzohet nga braktisja e një veprimit të caktuar, ne atëherë nënkuptojmë se ai veprim është haram i ndaluar. Kur hadithi pohon se nuk ka iman ai që nuk dëshiron për tjetrin çfarë dëshiron për vete, nënkupton faktin se e kemi për obligim dhe detyrë ta duam një gjë të tillë. Dërsa kur hadithi pohon
se nuk ka iman ai që kryen imoralitet, nënkupton se e kemi të ndaluar haram ta realizojmë një veprim të tillë. Muhimi i imanit është shenjë dalluese e një gjunahu të madh. Gjunahet ndahen në të mëdha dhe në të vogla. Si ti dallojmë gjunahet të mëdha nga gjunahet e vogla? Një nga veçoritë e gjunahut të madh është edhe mohimi i imanit. Për shembull, sjellja e keqe ndaj komshiut është gjuna i madh. Përse? Sepse në hadithet profetike i është mohuar imani një personi i cili sillet keq me komshin e tij. Gjunahçari i madh mund të quhet besimtar por me iman të dobët, ose mund të quhet thjesht musliman. Nëse do krahasonim imanin e gjunahçarit të madh me një llampë ndriçuese, do thoshim se e ka dritën e zbehur dhe të fikur. Nurin e imanit e ka të zbehur dhe të fikur. Muhimi i imanit në hadithin ton, ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka besuar askush për jush përderisa nuk dëshiron për tjetrin atë çfarë dëshiron për vete. Muhimi i imanit në këtë hadith dhe në hadithet të ngjashme nuk nënkupton inekzistencën e imanit, por mangësinë e imanit të plot dhe të vërtet. Profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith profetik urdhëron dhe thot: kush dëshiron të largohet nga zjarri i xhehenamit dhe të hyjë në xhennet, le t'i arrijë vdekja duke e besuar Allahun dhe ditën e gjykimit. Dhe e dyta, le të sillet me njerëz ashtu siç do që ata të sillen me të. Muslimanët duhet të jenë si një trup i vetëm të bashkuar, ose si një shpirt i vetëm edhe pse në trupa të ndryshëm. Muslimani është vëlla i muslimanit. Edhe Bilali radiallahu anhu, i cili ishte etiopian, por edhe Salman el-Farisi radiallahu anhu, i cili ishte persian, por edhe Suhejb ar-Rumi, i cili ishte bizantin, ishin pjesëtar të shoqërisë islame në kohën e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjithë ishin vëllezër me njëri tjetrin. Në anën tjetër, çdo gjë që e cënon këtë unitet apo vëllazëri islame, si shembulli i smirës, inatit, zilis, ligësisë, urrëties, egoizmit, dashakeqësisë, të gjitha këto vese, të gjitha këto ndjesi janë të ndaluara fetarisht. Hadithi jon i transmetuar nga profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një hadith që ndoshta nuk mund ta kapërdijnë me ndjemadhi dhe smirëziu. Muslimani jeton me shqetësimin e tjetrit, interesohet për tjetrin, gëzohet me gëzimin e tjetrit dhe shqetësohet nga halli i tjetrit. Le të dëgjojmë me vëmendje dy fragmente nga jeta e dietarëve tanë. Në një rast, Serri ibn al-Mughallis as-Saqati, i vdekur në vitin 251 hijri, një nga dietarët dhe njerëzit e devotshëm të ummetit ton, i njohur ndryshe edhe si Sheikhul Islam, ka thënë: ka 30 vite që unë kërkoj istighfar për një elhamdulillah që ja kam thënë. Njerëzit rreth rrotull e pyeten: si është e mundur? Përse kërkon istighfar për një të thënë elhamdulillah? Hoxha i tha: kishte rënë flak në pazarin e Bagdadit. Dikush erdhi dhe më lajmëroi dhe më tha se dyqani im kishte shpëtuar nga flakët dhe unë thash elhamdulillah. Por u pendova me një herë për fjalën time, sepse në atë moment unë dëshirova për vete çfarë nuk e dëshirova për njerëzit e tjerë. Ndërsa një nga dietarët tjerë, i quajtur Ma'ruf el-Karhi, i vdekur në vitin 200 hijri, ishte ulur në breg të lumit Dejle në Bagdad, kur pakalonin mbi një varg disa djemë të ri duke pirë dhe duke u dëfryer. Dikush nga të pranishmit kërkoi nga dietari i kohës, nga Ma'ruf el-Karhi,
që t'i lutej Allahut Azza wa Jall kundër këtyre të rive gjunahqar. Ma'ruf al-Karhi, Allahu e mëshiroft, i zjati duart nga qielli dhe u lut: O Allah, o Zoti im, gëzoj këta djem të ri në ahiret, siç i ke gëzuar në dynja. Të pranishmit i thanë: kërkuam nga ti që të lutesh kundër tyre. Ç'është kjo dua që po bën? Ma'ruf al-Karhi i ktheu gjevap duke thënë: nëse Allahu i gëzon ata në ahiret, do të thotë se ai do t'i udhëzoj në dynja dhe do t'i falë dhe do t'i mëshiroj, e juve nuk ju dëmton gjë. Kjo mirësi e Allahut subhanahu wa ta'ala. Hadithi jon jep mesazhin se imani, besimi, shtohet dhe forcohet me punë të mira, por edhe dobësohet dhe zbehet nga punë të këqija. Më detajisht, themi se besimin e shtojnë dhe e forcojnë njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala me emrat dhe cilësitë e tij. Imanin e shton leximi i Kur'anit me meditim. Imanin e shton dituria e dobishme dhe të vepruarit me të. Imanin gjithashtu e shton meditimi rreth ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala, qofshin ato ajete krijesa dhe mrekullit të kësaj gjësie, apo ajete të shpallura hyjnore në Kur'anin famlart. Gjithashtu imanin e shton kryerja e adhurimeve, ose më saktë mund themi përkryerja e adhurimeve, ose dhikri i Allahut në vazhdimsi dhe shtimi i namazeve dhe i adhurimeve nafile të ndryshme. Gjithashtu edhe largimi prej gjunaheve nga frika e Allahut subhanahu wa ta'ala është një prej shkaqeve të shtimit të imanit. Ndërsa e kundërta e këtyre pikave që sapo u përmenden, e paksojnë, e dobësojnë dhe e zbehin imanin. Duke shpresuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala që imanin ton ta forcojë dhe ta shtojë, gjithashtu duke shpresuar të takohemi javën tjetër që vjen me hadithin vijues: po e lënë amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.